Ja dhe kryeministri i Shqipërisë që i fshihet qytetarëve dhe i sulmon. Bredhë për Europë dhe pastaj vjen këtu. Për çka ka ardhur në parlament? Sepse do votoj ligjin për amnistin, për të nxjerrë të burgosurit nga burgu. Prandaj ka ardhur këtu. Ja dhe kryeministri që i ka dhënë Shqipërisë 3 qeveri të korruptuara, që mbron të korruptuarit nga burgu. Ja ku e keni. Të nderuar qytetar, ky është ai që u ka vjedhur, që u ka vjedhur të ardhmen, që u ka vjedhur pronat, që ka vjedhur parat që duhet të shkonin në shëndetësi, në arsim, bashkë me Belindën, bashkë me Rion Beliajn. Por tani njerëzit e kanë kuptuar dhe duan fundin tënd, duan dorëheqjen tënde, duan të duan në burg. I ke dëgjuar qytetarët apo jo? Dëgjoj mirë, të duan në burg, sepse i ke vjedhur, janë shqiptarë. Nuk janë iranian, nuk janë serb, nuk janë grek. Janë qytetarë punëtor dhe të ndershëm, që kanë një moral, që din të ndajnë të keqen nga e mira, jo si puna jote. Që nuk ke moral, nuk ke parime, për ty pushteti është gjithçka. Nuk ka asnjë rëndësi, nuk ka të mirë, nuk ka të keqe, nuk ka të drejtë, nuk ka të gabuar. Çdo gjë mund ta bësh. Kjo është diferenca. Dhe qytetarët duan një Shqipëri ndryshe. Nuk duan më Shqipërinë tënde. Shqipëria do i kthehet shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria do ju kthehet shqiptarëve, prandaj kanë dalë. Prandaj kanë 18 vite që protestojnë. Edhe në këtë moment. Ja ku e keni. Ja ku e keni. Nuk është burr të japi dorëheqje. Nuk është burr të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Di vetëm të kërcënoj. Dhe doli boja, u pasurove në kurisë të qytetarëve, bodhe popullin më të varfër në Europë. Je banal dhe qesharak. Lëre Partinë Socialiste fol për çka ke vjedhur. Fol për Belindën. Hajde në zgjedhje. Pse s'del në zgjedhje? Në gjithë botën kërkojnë dorëheqjen tënde. Në gjithë botën i ke parë shqiptarët. I ke parë sa të vendosur janë. Ore të duan në burg. E mendoje ndonjëherë që do të nxinin para drejtësisë? E mendoje ndonjëherë? E kishe menduar ndonjëherë? Jo, se po ta kishe menduar, s'do kishe bërë atë që bëre. Po, s'do vesh ti. E i paprekshëm ti. Po për çfarë ke vjedhur? Se Belinda i ka vjedhur ato para vetëm, ti se di. Jo, po ti s'dije gjë për Belindën. Ti nuk dije gjë për Beliajn. Ti nuk dije gjë për Beqajn. Ti nuk di asgjë. Ti s'di asgjë, ti je viktim, u i shkreti ti. Po të pas kemi rënë në qafë. Do ikësh si çdo autokrat banal që ka parë ky vend. Do përfundosh në burg. Do ikesh. Do përfundosh në burg. Edhe i urryer. Do përfundosh në burg. Do japësh llogari, ta dish. Do japësh llogari qytetarëve, ta dish. Do japësh llogari bashkë me këta këtu. Ja, të gjithë. Të gjithë. Që ka ta ndisë parlamenti, shiko.